Një nga momentet më argëtuese dhe më të paharrueshme të këtij edicioni të Big Brother ndodhi kur Labinoti vendosi të thyej rutinën e tensioneve dhe debateve, duke u shfaqur para banorëve i veshur komplet si femër. Ai kishte veshur recipeta dhe body femrash, kishte vendosur një paruke mbi kokë dhe kishte ndryshuar plotësisht mënyrën e ecjes dhe të sjelljes, sikur të ishte në një performancë skenike, sapo doli në sallon. Vëmendja e të gjithë banorëve u përqendrua tek ai. Në fillim pati disa sekonda habje, pastaj shpërthyn të qeshurat. Labinoti nuk u mjaftua vetëm me pamjen, por filloi të kërcente si femër, duke përdridhur belin, duke lëvizur duart me finesë dhe duke egzageruar çdo hap. Çdo lëvizje e tij ishte bërë me qëllim për të shkaktuar reagim, dhe ai e kishte arritur plotësisht. Banorët nisën ta ngacmonin me batuta dhe shaka, duke i thënë komente plot humor, ndërsa disa e nxitnin të vazhdonte edhe më shumë. Labi, i relaksuar dhe pa komplekse, vazhdoi të kërcente me edhe më shumë energji, duke e kthyer sallonin në një skenë të vogël shfaqjeje. Atmosfera u mbush me të qeshura, duartrokitje dhe thirrje gazmore, një kontrast i madh me tensionet e ditëve të fundit. Ky moment solli një frymë lehtësimi në shtëpi. Për disa minuta, loja, strategjitë dhe konfliktet u harruan dhe banorët u bashkuan në të qeshura. Labinoti tregoi se nuk ka frikë të tallet me veten dhe të dalë nga roli tradicional i lojtarit. Duke zgjedhur të sjellë humor dhe spontanitet, edhe ata banorë që zakonisht janë më të rezervuar u pan duke qeshur, disa madje duke filmuar me sy momentin, sikur ta dinin se ishte një nga ato skena që publiku do ta kujtonte gjallë. Ngacmimet ndaj Labinotit nuk ishin me keqdashje, por pjesë e lojës dhe atmosferës festive që u krijua. Ky episod tregoi edhe një herë se Big Brother nuk është vetëm debat dhe dramë, por edhe argëtim i pastër. Momente si ky i Labinotit e bëjnë shtëpinë më njerëzore dhe më të afërt për publikun, sepse tregojnë anën e lirë, pa filtra.